të tretat e amerikanëve mendojnë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë kërcënim për paqen globale. Sipas një instituti i cili ka një qendër për strategjinë dhe leadershipin e lartë, 65% e qytetarëve të anketuar e përmendën Shtetet e Bashkuara të Amerikës midis vendeve që paraqesin rrezikun më të madh për paqen globale. Të dhënat e tjera të sondazhit kanë treguar sa i përket partnerëve të cilët gjermanët mund t'ju besojnë, ku është Franca me 78%, Mbretëria e Bashkuar 74%, Ukraina 40%, Shtetet e Bashkuara të Amerikës vetëm 15% dhe Rusia me 9% të gjermanëve të cilët i besojnë këta vende si aleat të tyre, duke treguar kështu edhe një thyrje në rendin botror, por edhe në besimin e qytetarëve sa i përket të gjitha dinamikave gjeopolitike që kanë shënjuar atë që quhet sot nga mediat ndërkombëtare një rend i ri botror. Vendosim informacionet tona drejt lindjes mesme për shkallëzohen tensionet mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pamjet satelitore që po shihni në këtë moment në ekran vijnë nga baza ushtarake më e madhe amerikane në lindjen e mesme Al Udeid në Katar, të pamjet të cilat po tregoj aktualisht në moment në ekran kanë treguar vendosjen e kamionëve të cilët janë të aftë të mbajnë raketat Patriot, sisteme këto të mbrojtjes ajrore, por edhe të kundër sulmit, të cilat janë vendosur në gatishmëri me këto raketa që janë tashmë gati për të qelluar apo për të interceptuar raketat e Iranit, të cilat mund vinë drejt tyre. Një tjetër pamje satelitore ka treguar më gjërësisht vendosjen e këtyre sistemeve, i cila vjen pikërisht në këto shigjeta